është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Oh, sa ditë e bukur me diell. Robotët kanë vendosur të luajnë me makina. Robot, bëni pa kujdes. Kujdes! Oh, çfarë është kjo? Një mal me pjesë. Ndërsa makinat e ndërtimit largohen, dikush po vjen këtu. Është kamioni Leo. Përshëndetje, Leo. Sa shumë pjesë që paska. Le të fillojmë. Së pari do të vendosim 4 mbështetëse të fuqishme në platformën që bën makinat e ndërtimit. Bashkoj 8 pjesë për të bërë një rrotë. Ua, 2 rrota. Lidhi ato me njëra tjetrën me anë të këtij boshti. I vendosim me kujdes mbi mbështetëse. Po tani çfarë do bëjmë? Kjo është kabina. Ta vendosim atëherë. Dyert dhe një tent që të mbron nga dielli. Kabina numër 4 është në vendin e saj. Ja ku vendosën që të gjitha. Me ndihmën e këtyre ingranazheve, rrota e madhe do të rrotullohet. Robotët dëshirojnë shumë të rrotullohen aty. A mund të shkojnë, Leo? Oh, sigurisht! Shkoni, robot! Tani Leo mund të shtypësh butonin. Oh, rrota nuk po rrotullohet. Le ta provojmë dhe një herë. Ajo përsëri nuk po punon. Po sigurisht që rrota të rrotullohet, ingranazhet nuk mjaftojnë, na duhet edhe një motor. Apo jo, robot? Leo, a di ti ku ta gjesh? Leo paska një motor në shtëpi. Mirë, ja ku është. Motori është shumë i rëndë. Leo, a mund ta ngarkosh atë? Jo, atëherë Skupi e di se çfarë duhet të bëj. Për këtë, thot ai, do të na ndihmojnë makinat e mëdha të ndërtimit. Një vinç e ngrë motorin dhe ul në shpinën e një kamioni të madh. Tani le të nisemi.
Punçi e vendos motorin në vendin e tij. Robot, mund të uleni në vendet tuaja. Scoopy, Leo, shtypni butonin. Më në fund, rrota po rrotullohet. Pamja këtej lart nga kabinat është e mrekullueshme. Tani që erdhi mbrëmja, dritat po ndizen një nga një. Shikoni sa bukur shkëlqejnë ato. Leo, Scoopy, keni bërë një punë të shkëlqyer. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Ja ku është parku I argëtimit. Eskavatori Scoop po hap në tokë një grop. Leo dhe eskavatori Scoop këtu do të ndërtojnë një karusel të madh. Përshëndetje Leo, gropa është gati. Mund t'i shkarkosh pjesët. Vendosni rrethin e gjelbërt në qendër të platformës blu. Kjo është një bazë me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë, e cila do të ketë një mekanizëm rrotullues me një motor brenda. Le të bashkojmë këto pjesë, nga të cilat do të bëhet mekanizmi rrotullues. Sa shumë që janë! Cilindrat, motori, ingranazhet, dhe kapaku I cili mbyll gjithçka. Harqe ngjyrë vjollc. Ky është boshti qendror. Këto janë lidhjet e kuqe. Bashkojmë pjesët e gjelbërta dhe të verdha. Këto pjesë të rrumbullakta duhet t'i bashkojmë me kablot blu për të vendosur lëkundëset. Po lëkundëset ku janë? O, robot, mos bëni kështu. Kështu doni që të rrotulloheni? Jo kështu. Duhet I gjejmë ndenjëset që lëkunden. Leo, ndalo pak. Pa të shohim këtu. Cilat janë ndënjëset më të përshtatshme për karusel? Edhe robotët pas kanë ardhur këtu. A na duhen këto? Jo.
këto? As këto jo. Mos janë këto ato që po kërkojmë? Po, i gjetëm. Le t'i ngarkojmë tani në karoserinë e Leos. U vendosën që të gjitha. Nisemi atëherë. Leo, le t'i vendosim ndënjëset e karuselit në vendin e tyre. Tani mund të hipni robot. Mbajuni fortë. Nisu! Robot, a jeni të lumtur tani që po rrotulloheni? Falenderoni Leon dhe Skupin. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Shikoni, ja ku është Leo. Dhe kjo është një makinë sportive. Leo dëshiron të ndërtojë një makinë sportive. Sa shumë pjesë pas ke sill. Leo, ke vendosur të ndërtosh një makinë që hapet në ngjyrë të verdhë? Trupi i makinës. Ndenjëset për udhëtarët dhe ndenjësja e drejtuesit. Paneli i pajisjeve të drejtimit. Timoni. Dyert. Një. Dhe dy. Pra dy dyer. Pjesa mbrojtëse e përparme. Dhe pjesa mbrojtëse e pasme. Katër rrota. Një, dy, tre dhe katër. Dritat e përparme. Dhe dritat e pasme. A të pëlqen, Leo? Por, diçka më duket se mungon. Leo, makina jon ka nevojë për xhamin mbrojtës. A do ta kërkosh ti? Po ku mund t'jetë fshehur?
Këtu nuk qënka. E gjete! Tani vendose në vendin e duhur. Pikërisht kështu. Shikoj, tani makinat mund të garojnë me njëra tjetrën. Leo, ke ndërtuar një makinë shumë të bukur. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Shikoni, sa shumë forma gjeometrike që kanë në sheshin e lojrave. Ja tek po vjen edhe kamioni Leo. Ai është duke ecur me shumë shpejtësi. Përshëndetje, Leo. Leo, çfarë ke ndërmend të ndërtosh sot? Rrota, pjesë. Leo, mos do të ndërtosh një lokomotiv? Po, nga duhet ja fillojmë? Kabina blu. Çatia dhe shtroja blu. Platforma e zezë. Lopatëza portokalli. Rrotat. Lokomotiva jon ka 6 rrota. Dy cilindra të mesëm me ngjyrë blu. Dhe lidhëset speciale për vagonat. Çfarë ke, Leo? Mos të mungon ndonjë gjë? Le të shkojmë e ta kërkojmë. Çfarë është ajo që i nevojitet çdo lokomotive? Çfarë është duke kërkuar Leo? A mund ta besoni? Është një kazan. Ajo i nevojitet çdo lokomotive. Leo, ti duhet të kërkosh një cilindër të madh. Ky objekt a ngjan si një cilindër? Është një sferë. Po, këto dy objektet e tjera?
Jo, sepse njëri është prizëm dhe tjetri kub. Ja ku e pas kemi një cilindër të madh me ngjyrë blu. Leo, ngarkoje shpejt. Ky cilindër përputhet në mënyrë të përsosur me lokomotivën tonë. Shkëlqyeshëm. Tani kanë mbetur vetëm 2 pjesë. Oxhaku dhe fishkëlluesi. Lokomotiva jonë është gati. Tani ta shohim si ecën. Në fillim ta bashkojmë me një vagon. Dhe tani nisu. Leo, ke bërë një punë shumë të mirë. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Kamioni Leo po nxiton të hap një park të ri argëtues. Pothuajse gjithçka është gati. Vinci po përfundon ndërtimin. Robotët kanë hypur nëpër makina dhe po presin që loja e tyre të jetë gati. Ja ku erdhi dhe Leo. Çfarë do të ndërtojë ai sot? Më në fund ndërtimet sapo mbaruan. Udhëtimi me vagon është gati për të filluar. Sa mirë, erdhët në kohën e dur. Hipni nëpër vagona. O, mos! Për robotin e purpurt nuk pas ka vagon. Pra, kjo është ajo që solli Leoja. Pjesët e një vagoni. Le të fillojmë ta ndërtojmë. Platforma blu. Dhe një trup me 2 pjesë. E purpurt, pjesa tjetër e verdhë me portokall. Tani le të vendosim ndenjësen. Katër drita përpara dhe një ndriçues nga pas. Rrotat. Ato do të ecin nëpër shina. Dy pjesë për t'u lidhur me vagonat e tjerë. Njëra është përpara, ndërsa tjetra vendoset prapa. O, vagoni u vendos në shina. Le ta lidhim atë me vagonin tjetër. Tani roboti i purpurt është shumë i lumtur. A jemi gati për t'u nisur? Ulni harqet, të cilat shërbejnë për t'ju mbrojtur.
këtë vagon nuk paska asnjë hark sigurimi. Miqtë e mi, nuk duhet të përdorni asnjëherë një mjet që nuk ka mbrojtje. Këtu është vendi ku duhet të ishte harku mbrojtës. Leo u nis për ta gjetur menjëherë. Shiko me kujdes, Leo. Ajo do t'jetë diku këtu. E gjete. Ky është harku mbrojtës për vagonin e tretë. Zgjohu, robot! Tani gjithçka është gati. Mund të bëni xhiron tuaj. Nisuni! Lart! Lart! Më lart se kaq nuk ka. Dhe tani po zbrisni poshtë. Sa shpejt! Arritëm në fund. Oh, më duket se robotët u trembën pak. Por shëtitja ju paska pëlqyer vërtet shumë. Faleminderit, Leo. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Makina portokall shkon e para. Me sa duket, makinës blu i ka mbaruar karburanti. Koha për një pit stop. Makina ka nevojë të mbush depozitën, por shumë shpejt. Edhe makina me ngjyrë të gjelbërt pas ka nevojë për karburant. Ndërsa tani po mbushet ajo me ngjyrë vjollc. Të gjitha makinat për të ecur kanë nevojë për karburant. Bobo, në pikën e karburantit nuk ka mbetur më karburant. Ja ku erdhi Leo. Ai patjetër do t'i ndihmojë makinat që të vazhdojnë garën. Leo, të lutem, a mund të ndërtosh kamionin e karburantit, i cili duhet të sjellë karburant në pikën e mbushjes? Oh, po ato i paska sjell Leo me vete. Shpejt ta ndërtojmë se gara nuk pret. Shasia gri. Kabina e kuqe. Mbajtësja e dritave dhe 2 mbulesat e rrotave të përparme kanë ngjyrë të verdhë. Krahët e mëdhenj duhet i vendosim për rrotat e pasme. Dritat e përparme. Ja dhe 2 pasqyra. Mbrojtësia e përparme. Drita lajmëruese. Ky është rezervuari i cili mban karburantin brenda.
Mbrojtësia e pasme. Ja dhe 4 rrotat. Kapaku i depozitës së madhe. Po ne nuk pas kemi ku ta vendosim. Leo, ti nuk e sjell depozitën, a mund ta gjejmë shpejt? Prit, ktheu Leo, ktheu. Depozita qënë ka në një pemë. Ngarkoj edhe të ikim. Shumë mirë. Tani mund ta vendosim dhe kapakun. Më në fund kamioni ynë është gati. Të gjitha makinat po presin në pikën e karburantit për të mbushur. Është bërë një rjesht i gjatë. Më në fund kamioni erdhi dhe do ta mbush plot me karburant pikën e karburantit. Le të lidhim zorrën me rezervuarin nën toksor. Mirë, tani ju mund t'i mbushni makinat tuaja. Le të fillojmë me makinën e kuqe. Pastaj me makinën portokall. Ja dhe kjo në ngjyrë të verdhë. Faleminderit Leo. Makinat sapo u kthye në garë. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra të reja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti je sjell tek ju. Dy robot po luajnë futboll në livadë. Roboti i kuq është portieri. Mbroje portën, roboti i kuq. Oh, gol! Roboti i kuq e rifut topin në lojë. Oh, po roboti e goditi topin aq fort sa ai fluturoi në barin e lartë. Tani na duhet të gjejmë edhe topin. Leo, a mund t'i ndihmosh robotët të gjejnë topin? Si thua, i ndihmon dot? Oh, Leo pas ka ngarkuar pjesë të një kositëse bari. Oh, le t'i bashkojmë të gjitha shpejt. Ky është motori. Shasia dhe boshti për rrotat e përparme. Platforma mbajtëse. Ja dhe një ndenjëse. Mekanizmi prerës që na ndihmon për të prerë barin. Timoni dhe 2 dritat.
veti i rrotës së pasme. Dhe vendi ku do të mblidhet bari. Ja ku janë edhe rrotat. Por ato janë vetëm 3. 1, 2, 3. Rrota e 4 u rrotullua dhe u fut në barin e lartë. Le të shkojmë ta gjejmë. A i gjete, Leo? Oh, po ai është topi me të cilin po luanin robotët. Tani ato mund të luajnë përsëri futboll. Po rrota ku është? Ja ku është. Çoje tek osicja e barit. Tani ta vendosim në boshtin e saj. Gati! Është koha për të kositur barin. O, sa mirë punon! Po çfarë po bën Leo? Përse ti ke ngarkuar këto bojra? Leo po vizaton shenjat e bardha. Robotët tani do të kenë një fushë të vërtet futbolli. A të ndahemi në 2 skuadra?